E nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të mediave, të dashur qytetarë, këtë javë në Haag të Hollandës u mbajt samiti 34 i NATO-s. Ne përshëndesim përfundimin e punimeve të këtij samiti si dhe vendimin unanim të vendeve anëtare të NATO-s për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të bruto prodhimit vendor. E vlerësojmë lart edhe rikonfirmimin e vendeve anëtare për zotimin për mbrojtje kolektive që adresohet në nenin 5 si një ndër parimet themelore të NATO-s. Gjithashtu përshëndesim vendimin për mbajtjen e samitit të 36 të NATO-s në Tiranë, në Republikën e Shqipërisë në vitin 2027. Republika e Kosovës është e palëkundur në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit në NATO. Qeveria e Republikës së Kosovës ka rritur dhe po vazhdon të rrisë investimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me qëllim mbrojtjen e sovranitetit shtetëror dhe të tërësisë territoriale të Republikës, si dhe kontributin për sigurinë evropiane dhe më gjerë. E pikërisht sot, Forcat e Sigurisë Kosovës ja shtuam edhe 350 rekrutë të ri, gjithsej 2700 pjesëtar më shumë për ushtrinë tonë në këtë mandat. Siç e dini, në fundjavë shënohet dita e Shënvidit apo Vidovdan siç njihet, e cila ndonë se ditë me karakter fetar, fatkeqësisht në vazhdimsi është përcjell me retorikë politike, nxitëse e kërcënuese për sigurinë publike nga ana e Serbisë. Beogradi zyrtar që po përballet me protestat të vazhdueshme e gjithandej të studentëve dhe jo vetëm, po përpiqet që ta zhvendosë vëmendjen diku tjetër. Në këtë përpjekje për të ulur për masat e protestës antiqeveritare e antiregjim të së njëjtës ditë në Beograd, pushteti në Serbi mund të shfrytëzojë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Malezi dhe Bosnia-Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Tradicionalisht, grupet e tilla kanë qenë provokuese duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që bien kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu dhe kundër vlerave demokratike dhe evropiane. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëqytetarëve tonë, sidomos nga rrallë të komunitetit serb, në Kosovë që të respektojnë ligjin dhe të mos lejojnë të keqpërdoren për qëllime politike. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëqytetarëve tonë që gjithashtu të mos bien prej asnjë provokimi nga kushdo qoftë në ditën e nesërme. Tubimet për shënimin e Vidovdanit duhet të organizohen në përputhje të plotë me ligjin, jo të shndrohen në një mjet për instrumentalizim politik nga autoritetet në Beograd, të cilat tentojnë të eksportojnë krizën e tyre të brendshme politike përmes provokimeve në Kosovë, vetëm për të paraqitur më pas si këndse mbrojtës të interesave kombëtare të tyre dhe të serbëve në Kosovë, përmes narracioneve propagandistike dhe klero-nacionaliste. Institucionet e Republikës Kosovës janë të përkushtuara për të garantuar të drejtat dhe liritë të gjitha komuniteteve dhe nuk do të tolerojnë veprime që cercenojnë rendin, sigurinë dhe paqen publike në Kosovë. Ndërkaq sot po mbajmë mbledhjen e 263 të qeverisë, përpara kemi rendin e ditës nga i cili po i veçoj 2 vendime. Në kuadër të memorandumit që kemi me Këshillin Kombëtar Shqiptar do të ndajmë 625.400 euro si mbështetje për arsimin dhe lobimin institucional për shqiptarët në Preshevë, Benovës dhe Medvegjë, duke përfshirë bursa për student, mbështetje për nxënësit dhe financim të aktiviteteve lobuese dhe avokuese në nivel ndërkombëtar. Gjatë qeverisë sonë jemi siguruar që lidhja jonë dhe kujdesi për shqiptarët e luginës të jetë institucional dhe financiar. Ky vendim sot është dëshmia e radhës. Tjetra, me stinën e verës të gjithë e dimë se vinë edhe bashkëdhetarët tonë të dashur. Mirëseardhja jone parë për ta është në pikat kufitare. Edhe si vjetë sikur se viteve të mëparshme, duke filluar nga data 1 korrik,
të gjithë bashkëdhetarët që udhtojnë për në Kosovë me automjete për pasagjerë do të mund të marrin policën e sigurimit falas në cilën do prej pikave kufitare hyrëse. Policia e subvencionuar do të subvencionohet për automjetet jo komerciale për pasagjerë deri në 9 ulëse. Për këtë qëllim, sot do të ndojmë 4 milion euro nga masa mbështetja për Mërgatën e pakus së ringjalljes ekonomike. Të dashur bashkëdhetar, mirë se vini e ju falenderit që na gjanullëroni vendin tonë sa herë që vini. Tash po vazhdojmë me pikat rendit ditës për sot në këtë mbledhje të 263, pra duke nisur me shqyrtimin e propozimit vendimit për aprovimin e ekstratit procesverbalit dhe transkriptit të mbledhjes 261 dhe të ekstratit procesverbalit të mbledhjes 262 elektronike korresponduese Qeverisë Republikës Kosovës. Këto të nderuar koleg i keni marrë të gjithë në linkun e materialeve të mbledhjes së 263 të Qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozimit vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 4.5 mbështetja e Mërgatës pakos ringjalljes ekonomike, ashtu siç e paralajmërova në fjalën time hyrëse. Tani do të shqyrtohet propozimi për ndarjen buxhetore për mbëlimin e obligimeve të primit të sigurimit kufitar në shumë prej 4 milion euro në mbështetje të Mërgatës sonë, për çfarë ftoj ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Goran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministrit, i nderuar koleg. Siç edhe paralajmëroi kryeministri në fillim të mbledhjes, pra sot do të ndajmë vlerën prej 4 milion euro për të mbuluar koston e policave të subvencionuara, pra për Mërgatën tonë, të cilët përgjatë stinës së verës dhe pjesën e mbetur të vitit, pra vinë dhe kthehen aty. Mjetet buxhetore sipas këtij vendimi, pra merren nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve në programin e ringjalljes ekonomike me kod 29300, kategoria shpenzime, subvencione dhe transfere, dhe ndahen pra në programin e thesarit me kod 11200, kategoria shpenzime, subvencione dhe transfere. Marr parasysh për rëndësinë e këtij vendimi si dhe praktikën e tanishme në zbatim e sipër për vitet e fundit, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika tjetër është shqyrtimi i propozimit vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e arsimit dhe lëvimit institucional për shqiptarët Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë. Ne dim që ata janë sistematikisht diskriminuar përmes politikave të dëmshme të Serbisë për shkak të regjimit shtypës atje, përfshirë këtu edhe pasivizimin e adresave që ka për qëllim dëbimin e shqiptarëve nga vendet e tyre. Politikat e këtilla tregojnë qartë se nuk po respektohen as drejtat e njeriut dhe të pakicave, prandaj si qeveri kemi përkrahur e mbështetur shqiptarët në Preshevë, Medvegjë e Bujanoz me buxhet të ripërtri çdo vit për projekte të ndryshme në shumë fusha për të ndihmuar nxënësit, studentët, bojqet, por edhe ndërmarrësit. Andaj sot propozoj për ajo ndarjen e mjeteve buxhetore për mbështetje të Këshillit Kombëtar Shqiptar në vlerë, siç e përmenda edhe më herët, prej 626.400 euro për mbështetjen e arsimit dhe lëbimit institucional për shqiptarët atje, duke përfshirë bursa për student, mbështetje për nxënësit dhe financim të aktiviteteve lëbuese dhe avokuese në nivel ndërkombëtar. A do të fjalën dikush për diskutim? Me që jo ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 të shqyrtimi i propozimit vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes publik pronave të palojshme shoqërore të cilat janë të nevojshme për realizimin e disa projekteve të komunës së Hanit të Lezit. Me këtë vendim finalizohet procesi i shpërndësimit për realizimin e disa projekteve komunale në Lezit, siç janë rindërtimi i fushës futbollit, rregullimi i pronësisë për fabrikën e ujit, ndërtimi i qendrës për kulturë dhe rini, si dhe zgjerimi i rrugës pranë terminalit doganor, për çfarë e ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëria të Rakën, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministrit, nderuar ministra, zëvendës ministra. Për shpërndësimet e pronave të cilat janë prekur nga realizimi i projekteve të komunës së Hanit të Elezit, me propozimin e Departamentit të Shpërndësimit të kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, qeveria
e Kosovës ka miratuar 2 vendime. Pra vendimi numër 10 thyë për 238 të datës 18/12/2024 për miratim të kërkesës për shpronësim dhe vendimin preliminar numër 11 thyë për 251 të datës 12/03/2025 për shpronësim. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara në nenin 11, 44 dhe 45 të ligjet për shpronësim, i propozon Qeverisë të Republikës Kosovës të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme ish-shoqërore të menaxhuara dhe administruara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, të cilat janë të nevojshme për realizimin e projekteve të mëposhtme të komunës së Hanit të Elezit. Pra, rindërtimi i fushës së futbollit, rregullimi i pronësisë për fabrikën e ujit, ndërtimi i qendrës për kulturë dhe rini dhe zgjerimi i rrugës pranë terminalit doganor, zona kadastrale Hani i Elezit, komuna e Hanit të Elezit. Materiali propozuar për të cilën kërkohet të shqyrtohet dhe të nxjerrët vendim nga Qeveria e Republikës Kosovës është në harmoni dhe përputhje të plotë me dispozitat e rregullorës së punës së Qeverisë Kosovës, andaj ju ftoj që ta miratoni këtë propozim. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës Ministre Raka, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronës paluajtshme pasuri shoqërore e kombinatit Drurit Ferizaj, shpronësimi i cili është i nevojshëm për realizimin e projektit Flows i financuar nga Banka Botërore dhe Ndërmarrje Rajonale e Ujësillësit Hidro Morava. E ftoj edhe një herë zëvendësministrin Raka që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Pas miratimit të vendimit numër 16 hyrë për 253 të datës 21/3/2025, Departamenti i Shpronësimit me datë 10 prill 2025 ka mbajtur dëgjimin publik në komunën e Gjilanit me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe ka trajtuar të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Bazuar në nenin 4, 9, 10, 44 dhe 45 të ligjit numër 03 thyë për L-Viz 139 për shpronësim të pronës së paluajtshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore, andaj i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës të nxjerrë vendim preliminar për legjshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronës së paluajtshme pasuri shoqërore kombinati Drurit Ferizaj, seksioni i pyjeve Gjilan, zona kadastrale për Lepnis, që menaxhohet dhe administrohet nga AKP. Shpronësimi së cilës është i nevojshëm për realizimin e projektit Flows i financuar nga Banka Botërore dhe Ndërmarrja Rajonale për Ujësillës Hidro Morava. Sipas tabelave bashkangjitur këtij vendimi. Për realizimin e këtij projekti është e nevojshme që të kryen procedurat e shpronësimit dhe vlerësimit të pronës për të gjithë pronarët, të cilët janë të evidentuar në tabelat e elaboratit të shpronësimit. Duke pasur parasysh rëndësinë e realizimit të këtij projekti, ju ftoj që ta miratoni këtë propozim. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës Ministre Raka. Kalojmë në pikën e 6 të rendit të ditës për sot, shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e Komitetit Ndërministror për Shëndetjen Njerëzor, Shtazor, Mjedisor, Mirëshëndet. Për çfarë e ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, nderuara zëvendës kryeministri, ministra dhe zëvendës ministra, më lejoni të paraqes para jush propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për emërimin e Komitetit Ndërministror për shëndetin njerëzor, shtazor dhe mjedisor Mirëshëndet. Sfidat globale si pandemit, ndotja mjedisore, rezistenca antimikrobike dhe ndryshimet klimatike janë arsyet pse ne po propozojmë emërimin e këtij komiteti dhe përmes këtij mekanizmi ndërsektorial, shëndetësia, bujqësia, mjedisi dhe sektorët e tjerë të punojnë së bashku. Të koordinojnë ndërhyrjet ndërsektoriale për identifikimin, menaxhimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitse, veçanërisht atyre zoonotike dhe ngjarjeve që paraqesin rrezik për shëndetin publik, të koordinojë dhe rekomandojë masat dhe politikat që lidhen me mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe mjedisit,
dhe ministritë e linjës janë të përkushtuara që të mbështesin këtë proces me gjitha kapacitetet e tyre dhe të sigurojnë që ky komitet të funksionojë në mënyrë efikase, transparente dhe të koordinuar. Marr parasysh rëndësinë e formimit të këtij komiteti, ju ftoj për miratim. Faleminderit shumë. Faleminderit ministrëve tia. Atëherë le të votojmë radhës të dy këto pika. Së pari është ajo për shpronësim për interes publik të pronës palëshme pasuri shoqërore e kombinatit Drurit Ferizaj dhe më pastaj edhe këtë për propozim vendimin për Komitetin Ndërministror të Shëndetit Njerëzor, Shtazor dhe Mjedisor një Shëndet. Për të parën pra, për pikën e 5, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka. Konstatojmë që miratohet. Dhe për të dytën, për Komitetin Ndërministror një Shëndet, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i kërkesës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve transferuara në buxhetin e Republikës Kosovës në ndërmarrje shoqërore Qeliku. Ministria e Financave dhe Punës Transfereve ka propozuar të aprovohet kërkesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve transferuara në buxhet në ndërmarrje shoqërore Qeliku në shumë prej 6.405 eurove, për çfarë e ftoj ministrin Murati që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Siç e dini, fondet nga Agjencia e Privatizimit të Kosovës, nga shitja të rezultuara nga shitja e aseteve apo ndërmarrjeve shoqërore, në të kaluarën janë tërhequr nga qeveria me idenë dhe me mundësinë ligjore, pra që në rast se lindin obligime përgjatë rrugës më pastaj, qeveria qëndron e gatshme pra që të bëjë kthimin e këtyre mjeteve. Dhe tashmë kemi disa raste, pra që mjetet janë tërhequr nga qeveritë e kaluara, janë shpenzuar, ndërkaq tani ndërkohë kanë lindur detyrime të reja, pra gjatë proceseve gjyqësore përgjatë likuidimit të këtyre ndërmarrjeve shoqërore dhe që duhet të kthehen. Konkretisht, pra kemi kërkesën e ndërmarrjes shoqërore Qeliku, e cila pra nga AKP ka ardhur në shumën prej 6.405 euro, të cilat duhet të transferohen nga thesari në Agjencinë Kosovare të Privatizimit në mënyrë që të mbuluar këto detyrime. Prandaj ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit ministri Murati, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i propozimit vendimit për realokimin e mjeteve në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për projekte kapitale në përputhje me marrëveshjen e mirëkuptimit të nënshkruar nga ministri dhe kryetari i komunës së Pejës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka paraqitur propozimin për mbështetje financiare të projektit në komunën e Pejës në shumë prej 50.000 euro, bazuar në programin komunal për zhvillimin e infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunimin ndërkomunal. Projekti ka të bëjë me ndërtimin e ndryshimit publik në fshatin Nakëll dhe fshatin Gorazdes të komunës së Pejës, për çfarë ftoi zëvendës ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, zotëria Abdullah Gjeshević, që ta merr fjalën. Poštovani premijer, poštovana zamjenica premijera, poštovani ministri, poštovani zamjenici ministra, Ministarstvo lokalne samouprave na osnovu zakona broj 08L332 o raspodjeli budžeta za budžet Republike Kosovo za 2025. godinu, član 14.3 predviđen je opštinski program za razvoj socioekonomske infrastrukture i međuopštinske saradnje. Ovaj program je planiran da podrži opštine u finansiranju projekata na osnovu zahtjeva i potreba opština i kroz transparentan proces definisan jasnim kriterijima. Ovaj poziv je rezultirao podrškom jedne opštine, u ovom slučaju opštine Peć, u ukupnom iznosu od 50.000 eura. U skladu sa procedurama od Ministarstva financija, rada i transfera zatraženo je i dobijeno finansijsko mišljenje. Stoga, kako bismo realizovali ove projekte, molimo da preraspodijelite sredstva u iznosu od 50.000 eura sa koda 15633 za tekuću 2025. godinu. Hvala na pažnji. Hvala i vama, zamjenike ministra Gjeshević. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi i draftit raport për funksionimin e sistemit kontrollit brendshëm financave publike të sektorit publik për vitin 2024. Ky draft raport i konsoliduar vjetor pasqyron përmbledhjen e vlerësimeve të kryera para subjekte sektorit publik, si dhe përmban të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet për përmirësimet të mëtutjeshme
për çfarë ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kryeministrin që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Pra sot në emër të Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve, në kuadër të obligimit ligjor pra që ky raport të miratohet deri më datën 30 qershor, kam kënaqësinë të paraqes për shqyrtim dhe miratim raportin vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit brendshëm financave publike në sektorin publik për vitin 2024. Raporti ofron një pasqyrë të nivelit zhvillimit, sfidave dhe fushave me prioritet për përmirësim gjitha komponentet e kontrollit të brendshëm financave publike. Raporti gjithashtu thekson se subjektet e sektorit publik kanë bërë përparime në krijimin e kushteve për zbatimin e elementeve të sistemit menaxhimit financiar dhe kontrollit, por ka ende hapësirë për përmirësime të mëtejshme. Kundër tjera, pra kërkohet rritje e llogaridhënies menaxheriale dhe përforcim i funksionit të auditimit të brendshëm, si dhe përmirësim i mekanizmave të kontrollit në proceset kyçe financiare dhe të prokurimit. Raporti propozon masa konkrete që synojnë të forcojnë sistemin e kontrollit brendshëm financave publike dhe këto përfshin përmirësimin e praktikave institucionale për dokumentimin e proceseve të punës, standardizimin e regjistrave të rrezikut, fuqizimin e kapaciteteve njerëzore, zhvillimin e një kornize të fortë të llogaridhënies menaxheriale dhe të tjera. Zbatimi i këtyre rekomandimeve do të ndihmojë në rritjen e transparencës, përmirësimin e qeverisjes dhe forcimin e mbikëqyrjes së fondeve publike, andaj ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministri Murati, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 10 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Lituanisë për ripranimin e personave pa autorizim. Miratimi në parim i kësaj nisme mes vendit tonë dhe Lituanisë është në frymën e interesave të përbashkëta në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar. Kjo nismë bëhet me qëllim të lehtësimit procedurave për identifikimin dhe kthimin e sigurt të rregullt personave që nuk i kanë përmbushur kushtet për hyrje ose qëndrim të lehtëshëm në territorin e të dy vendeve. E ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Gjilaj Sveqen, që të merr fjalën. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministre, ministra dhe zëvendës ministra. Në kuadër të nismave për lidhje të marrëveshjeve ndërkombëtare që Ministria e Punëve të Brendshme e ka si prioritet, është edhe bashkëpunimi në fushën e ripranimit me shtetet mike. Në këtë frymë është ndërmarrë edhe nisma për zbatimin e marrëveshjes për lidhjen e protokollit për ripranimin e personave pa autorizim në shtetin tonë dhe shtetit të Lituanisë. Kjo nismë është në frymën e interesave të përbashkëta në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar me qëllim të lehtësimit të procedurave për identifikimin dhe kthimin e sigurt dhe të rregullt të personave që nuk kanë përmbushur kushtet për hyrje ose qëndrim të lehtëshëm në territorin e Republikës së Kosovës apo Republikës së Lituanisë. Pashtu ky protokoll synon të lehtësojë edhe tranzitin e shtetasve të vendeve treta apo të personave pa shtetësi. Andaj duke marrë në konsiderat rëndësinë e çështjeve që i rregullon ky protokoll, e kërkoj nga ju miratimin në parim të kësaj nisme. Faleminderit. Faleminderit Ministri Sveqla, do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Dhe në vijim e kemi shqyrtimin e draftit të planit vjetor të statistikave zyrtare për vitin 2026, të nderuar anëtar të qeverisë, vendimarrja e bazuar në dhëna zyrtare është thelbësore, si për hartuesit e politikave zhvillimore, ashtu edhe për përdëruesit e tjerë. Në këtë kontekst, roli i Agjencisë së Statistikave të Kosovës është të sigurojë dhëna të sakta, të besueshme dhe në kohë, duke rritur gamën e indikatorëve dhe duke zbatuar standardet ndërkombëtare në procesin e prodhimit të statistikave. Objektivat e përfshira në planin vjetor të punës për vitin 2026 burojnë nga programi 5 vjeçar i statistikave zyrtare, realizimi të cilave është i mbështetur në premisën paraprake të shfrytëzimit më të mirë të burimeve njerëzore dhe financiare duke rritur efikasitetin organizativ dhe prodhues. Për më tepër e keni edhe materialin, nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 12 është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e komisionit ad hoc të pranimit për pozitën e kategorisë lartë drejtuese, drejtor ekzekutiv në Inspektoriatin e Ministrisë së Shëndetësisë, për çfarë ftoj zëvendës ministrin e Drejtësisë, zotëri Blerim Sallahun, që ta merr fjalën. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministre.
të nderuar ministra, zëvendës ministra, në përputhje me nevojat organizative dhe mbarvajtjen e punës së Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë, se dhe konform dispozitave përkatëse ligjore në fuqi, paraqes parajosh për shëtim dhe aprovim propozim vendimin për emërimin e komisionit ad hoc për zgjedhjen e drejtorit ekzekutiv në Inspektoratin e Ministrisë së Drejtësisë. Propozoj që kryesuesi i këtij komisioni të jetë zoti Naim Gashi, drejtor në Agjencinë e Kosovës për akreditim, ndërsa anëtarët tjerë janë zonja Venera Çerkili, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit Rural, Arsim Tahiri, drejtori i Shërbimit Provues të Kosovës, zoti Besart Belegu, ekspert i jashtëm, dhe zonja Arta Nuredini, menaxhere e burimeve njerëzore të Ministrisë së Drejtësisë. Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë ka një rol të rëndësishëm mbikëqyrës të punës sensioneve korrektuese si dhe drejtorive rajonale provuese me qëllim të sigurimit të një sistemi unik të ekzekutimit të sanksioneve penale. Andaj, me respekt të kohë nga jush, ta votoni propozim vendimin e fjalë. Faleminderit zëvendës ministër Sallahu. A do fjalën kush për diskutim? Atëherë juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstentim s'ka, konstatojmë që miratohet. Dhe tek të ndryshme kemi një pikë shqyrtimin e propozimit vendimit për aprovimin e kërkesës për huamor jetë deri në 10 milionë euro për Infrakos Shoqëria Aksionare për qëllime të likuiditetit ndërmarrjes, për çfarë ftoj ministrin e Financave, Punës dhe Transferit zotëri Kurani që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Si ministri kemi pranuar kërkesë nga ndërmarrja Shoqëria Aksionare Infrakos për një kredi deri në vlerën 10 milionë euro për të siguruar likuiditetin e nevojshëm në mënyrë që të vazhdohet tutje me mbulimin e detyrimeve financiare pra që rrjedhin nga projekti që është në zbatim aktualisht pra rehabilitimi i rrugës linja 10 dhe kësaj pra paraqesim para jush këtë pikë të renditës pra propozim vendimin për miratim në parim pra të kësaj huadhënie, ndërkaq në anën tjetër autorizohet Ministria e Financave, Punës dhe Transferit për të shqyrtuar dhe për të negociuar kushtet e marrëveshjes për huadhënie. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet edhe me kaq